A do më shumë muzikën o grunë? Bashk. Ja, njënën. Cilën e zgjedh, sonte tash e vendosim, njënën kemi hek dorë. Po thua. Po sonte e vendosim për njënën kemi hek dorë. A hek dorë për i gruza, për i muzikës, përfundimisht. Edhe do ta ketë gruaja. Le mos të më të futin si sikletë. Tani ne se mu për la me gruan, thot jo, ti osa, jo s'ban. Le, mos e përçesh. Jo, s'është problem. Okej, që kur thonë gruan tash, mos më rrajnë. Jo, i moj të dy atë. Okej, këtë kam punë. Këtë zgjidhje. Muzikën apo gruan? Ja, absolut, nëse vjen, nëse i shoh një moment për me vendos normal e kisha mojt gruan. Muj me bo dhe punë tjera. Ose kisha kënullë të shtëpia tani, s'kish nërë kush. Po, absolut. A ka nevojë një artist, përveç shakas që po bëjmë, me pas mbështetje, sepse artisti... Edhe diçka më falë që po tërpi, edhe nuk besoj që gruaja jam kish dash me lanë muzikën. Jetu ja hap vesh, apo. Dhe që, kur mos ndodhë, se po bëjmë shaka e tin, se interesant, çdo njeri që del media, ka nevojë maksimale për përkrahjen e grusët, burrit, të bashkëshortit, të familjes.